الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjellim Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Jalla Jalalu këtë ditë të agjerimit që i kaluam të na bën kabul ya Rabbel Alamin, dhe të na mundson dhe të na furnizon me vepra të mira dhe ditët e mbetura. Elusim Allahun Jalla Jalalu që të bëjmë që Ramazan shkak që të na liron qafat e tona nga zjarmi i xhehenemit dhe të na regjistron në regjistrat e banorëve të xhennetit. Të nderuar vëllezër, na inshallah taala sot do të përkujtojmë mbi një ibadet, mbi një adhurim të veçantë dhe të dashur të Allahu subhanahu wa taala. Pra adhurimi i lutjes, adhurimi i duas. Ka ardhur në sunenet e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, i cili thot, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith të vërtet, ad-du'a'u huwa al-ibada. Ka thënë lutja është adhurim, është ibadet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi thot një ajet i cili thot, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe tha Zoti juaj, lutni ju mua që unë t'ju përgjigjem juve. Lutni ju mua që unë t'ju përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata të cilët thonë nga mendjemasia nuk i lutën Allahut Azza wa Jall. Në këtë ajet e ka thënë Allahu Azza wa Jall, pra ata të cilët nga mendjemasia nuk mbojnë ibadet mua, do të hinë të poshtruar në zjarrin e xhehenemit. Pra Allahu Azza wa Jall në këtë ajet e quajti lutjen pra adhurim dhe ibadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në veçanti foli për lutjen për agjerusin, dhe lutja e agjerusit është e pranuar te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim e pruni ajetin e cila aludon për lutje dhe kërkon nga ne që t'i lutmi atij bashkë në mesin e ajeteve të agjerimit. Atëherë kur tha Allahu Azza wa Jall në surën Al-Baqara, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Dhe nëse të pyesin ja Muhammed robrit e mi për mua, nuk tha Allahu Azza wa Jall thuaj, por direkt tha vërtet unë jam afër dhe i përgjigjem lutjes së lutësit. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Në të përgjigjen pra urdhave të Allahut Azza wa Jall dhe le të besojnë në mënyrë që Allahu Azza wa Jall të i udhëzon në ata e cila është ma e mirë. Të nderuar vëllezër, sa i përket fadiletit të lutjes në përgjithësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e sekëm se Allahu pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam pra e quajti duan dhe lutjen ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Sikur që janë ibadetet e tjera, atëherë kur tha ad-du'a'u huwa al-ibada, duaja më të vërtet është adhurim ndaj Allahut Jalla Jalalu. Ashtu siç ti e bën ndonjë adhurim për adhurimeve të Allahut, edhe dua pra është adhurim i njëjtë, pra nuk je të bën ndonjë punë të vogël dhe punë jo të lehtë, por je të bën adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe atëherë kur i lutesh Allahut Jalla Jalalu, dhe ndoshta është një nga arsyet kur Allahu Azza wa Jall javonon robit e tij duan apo përgjigjen e duas, është që ta shtin robin e tij vazhdimisht pra që të jetë në adhurim ndaj Allahu Jalla fi ula. Ad-du'a ta'atun lillahi wa imtithali li amri. Duaja është bindje ndaj Allahut Azza wa Jall
dhe të njëjtën kohë është përfillës i urdhrit të tij. Atëherë kur tha Allahu Azza wa Jall, siç e cekëm, kur tha wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, të tha Zoti juaj, lutuni ju mua që unë t'ju përgjigjem juve. Ad-du'a akram shay'in 'ala Allah. Duaja është gjëja më e mirë te Allah subhanahu wa ta'ala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laysa shay'un akram 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Nuk ka gjë më të dashur te Allahu Azza wa Jall se sa duaja. Nuk ka gjë më të dashur te Allah subhanahu wa ta'ala se sa duaja. Edhe mu për këtë Allahu Azza wa Jall thuj se të gjithë adhurimet i ka lidh me dua. Derisa edhe shtillën kryesore të namazit, e cila është lezimi i surës Fatiha, gjysën e saj ka bën dua atëherë kur tha ihdinas siratal mustaqim, o Zot na udhëzo në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët ju dha mirësi dhe begati, pra rrugën e pejgamberëve dhe pejgamberit dhe sahabëve, dhe jo në rrugën e atyre të cilët e tërhoqën hidhrimin e Allahut mbi ta, të cilët janë jehudët, apo jo në rrugën e atyre të cilët e humbën rrugën, pra të cilët janë të krishterët. Ad-du'a sabab li daf'i ghadabillahi Azza wa Jall. Duaja është shkak gjithashtu për largimin e hidhrimit të Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith të vërtet, men lam yas'alillaha yaghdab alayh. Kush nuk i lutet Allahut Azza wa Jall, Allahu hidhrohet thot me te. Kush nuk i lutet Allahut Jalla Jalaluhu, Allahu hidhrohet me atë person. Ndërsa te njerëzit dhe krijesat është e kundërta. Kur shpesh herë i lutesh dikujt për diçka i hidhrohet, ndërsa Allahu Azza wa Jall sa më shumë ti lutesh atij, aq më shumë ai kënaqet dhe aq më shumë Allah subhanahu wa taala pra i është i kënaqur me ty. Ad-du'a salamatun min al-'ajz. Gjithashtu duaja është shkak që të jesh ti nga ata të pamujshmit. Atë nga ata të cilët je i pamujshëm për çdo sen. Yadhan billah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'jazu an-nasi man 'ajaza 'an ad-du'a'i. Thot njerëzit më të pamujshëm, më të lodht pra, që smunin me bën diçka janë ata çka nuk bojnë dua Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk bojnë dua Allahu jalla fi 'ula. Wa abkhalu an-nasi man bakhila bis-salam. Ndërsa njerëzit më koprasa janë ata të cilët nuk e shpërndajnë selamin mes vete dhe nuk dërgojnë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a sabab li raf'i al-bala. Duaja gjithashtu është shkak o vëllezër për ngritjen e belave dhe sprovave. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men futiha lahu minkum babu ad-du'a futihat lahu abwabu ar-rahma. Ati i cili ju është hap dyert e duave, ati i cili ju është dashuru me bo dua, ati i cili ju ka lehtësu me bo dua për çdo send, ati çka Allah ka furnizu për çdo gjë ai me ju drejtu Allahu Jalla Jalalu, më të vërtet ati ju kanë hap dyert e rahmetit të Allahu Jalla fi ula. Dyert e rahmetit të Allahu Jalla Jalalu. Për shkak se abudon dashuroti duaja, don të thot ndaj Allahut, don të thot ti je i mbështetur dhe i kërkon atij i cili është i fuqishëm për çdo send. Dhe mu për këtë ti je i mshiruar. Wa ma su'ila Allahu shay'an yani habba ilayhi min an yasal al-'afiyah. Dhe nuk i lutet diçka robi ndaj Allahut Azza wa Jall më të mirë sa ti lutet për mirëqenie. Për mirëqenie. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. فعليكم عباد الله بالدعاء. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, se në vërtet duaja është e dobishme për robin edhe atëherë kur përgjigjet, edhe atëherë kur nuk përgjigjet. Kur përgjigjet më e përfiton atë mirësi çka e bën dua, ndërsa edhe kur nuk përgjigjet di se duaja nuk shkon huç. Qoftë do të përgjigjet më vonë, qoftë do të përgjigjet për ditën e llogarisë para Allahut xhalla xhelalu, apo ndoshta do të përgjigjet për gjeneratat dhe pasarzit e tu. Dhe thot për jansam dhe ju lu kësha porosit o robrit e Allahut që t'i bani dua Allahut Jalla fi ula. Ad-da'i fi ma'iyati Allahi Azza wa Jall. Dua ai cili lutet si pra, ai cili lutet Allahut Azza wa Jall, gjithherë është nën mëshirën dhe nën mbikëqirin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Unë jam në të menduarit e robrit tim për mu. Unë jam
në të menduarit e robit tim për mu, atëherë kur mendon për mu, di se edhe unë jam të mendu për ti. Edhe unë jam atëherë me ata kur ai gjithashtu me lutet mua. Në çdo moment, në çdo çast kur i lutet Allahut xhelle xhelalu, di se Allahun e ke me vete. Edhe ta dini se për çdo të menduar çka mendoj për diçka, edhe kjo është dua në vete. Edhe kjo është sidomos nëse zemra jote është prezent në ato momente ku mendja jote shkon diçka dhe lakmon pas asaj, kjo është dua, gjithashtu llogaritet edhe ka mundësi që Allahu Azza wa Jall të përgjigjet. Cilët janë të nderuar, këto janë disa dobi të lutjes apo të duas. Cilët janë shtyllat e një duaje të pranuar. Na jemi të interesuar ta dim cilët janë shtyllat që duhet mi plotësu për mu pranu një dua. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith, da'watu dhannuni, duaja e dhannunit pra Yunusit alayhis salam. Idha da'a wa huwa fi batn al-hut, thot atëherë thot kur u lut ai i cili ishte në barkun e balenës, Yunusi alayhis salam. Me çfarë duaje tha? Tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tha o Zot, tha nuk ka të adhuruar me merit pos teje, ti je i lartësuar dhe larg çdo tmete, më të vërtet unë jam nga zullumçarët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qat illa istajaba Allahu lahu. Nuk e lut Allahun Azza wa Jall dikush me këtë lutje, një burr musliman, vetëm se Allah ka më ju përgjigj. Por ata nga ky hadithi kanë zgjedhur dietarët shtyllat pra e duas. Cila është e para? Shtyllat e duas që nuk ban pa te është pra fillimisht ta njehsojmë Allahun me fjalën la ilaha illa Allah apo la ilaha illa ant me këtë hadith. Pastaj subhanak, pastaj ta pastrojmë Allahun azhën nga çdo emet. I lartësuar je o Zot dhe i patmeta. Pastaj t'ja pohojmë vetvetes me katimin, thojmë inni kuntu min adh-dhalimin. Më të vërtet o Zot unë jam nga zullumçarët. Më të vërtet o Zot unë jam nga gabimtarët. Këto janë kushtet e duas. Për ata për pensem kush lutet me këto kushte dhe pastaj pas kësaj lutet çka do më lut, vetëm se ka më përgjigj Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa i përket rregullave të duas më detaj dhe me gjithë sunete brenda saj, ato janë el-ikhlasu lillah. Përveç këtyre kushte që janë shtyllat nderuar, duhet me bë dallimin mes shtyllave dhe rregullave. Pa shtylla, do të thonë duaja në fakt nuk qëndron. Tamam, e para ke me madhru me njehsu Allahun, e dita me madhru dhe lartësu, dhe e dita me ja pohu vetvetes mëkatimin, pastaj luta Allahun xhelle fi ula, çka do me lut. Ndërsa sa i përket sunneteve të lutjes është fillimisht kur ta lutmi Allahun Azza wa Jall, ta lutmi pra me sinqeritetin, me të lartë, duke e prezantuar dhe zemrën tonë në lutje. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta lutni Allahun Azza wa Jall, lutni thot me një zemër të gjallë. Dhe duke qenë ju të bindur se Allah Azza wa Jall i pranon lutjet. Pastaj ka thonë që pastaj masi që të falendrohet Allahu Azza wa Jall, dërgohet salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj të lutet, dhe pastaj mas lutjes apet ta mbyll me salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shpresohet që duaja e tij ka mu pranuar. Pastaj ka thonë hudurul qalb fi dua, me prezantu zemrën tonë në dua. Khaftu as-sawt bid-du'a, me ul zërin tan në dua. Me ul zërin tant në dua, më lut sa më bindshëm, sikur që je tu anku Allah subhanahu wa taala me jezon të ulët në mënyrë që të jesh më larg veshit të apo ndëgjimit të krijesave të Allah subhanahu wa taala. Al-istiqbalu al-qibla, më kthi mundësisht ka kible. Sidomos kur ke diçka më lut, diçka me rëndësi, merr abdest, fal direqat, Allahut Azza wa Jall, edhe pra i kërkon Allahu xhelle fi ula me këto kushte, me këto rregulla, edhe i kërkon Allah subhanahu wa taala çka ke diçka shumë me rëndësi. Pastaj ngri duart.
Me kërku, dhe me thonë, kjo është shenjë që i kërkon Allah subhanahu dhe je nevojshëm për Allahun xhalla xhelaluhu, dhe të njëjtën kohë mundësisht me kon me abdest. Me kon me abdest dhe e fundit nderuar është që kur të bëjmë dua na të lidhemi me emrat e Allahut dhe cilësitë e tij. Për çka do që i lutemi? Nëse i lutemi për rahme, thëm ja Rahman ya Rahim. Nëse i lutemi Allahun azza për furnizim, thëm ja Razzaq, o furnizues. Nëse e lutemi në diçka që jemi dop, jemi bë zullum, i bojmë Allahut azza wa jall ya Qawi. E lutemi Allahun o ti i fuqishëm, ya Aziz, e kështu me radhë. Për çka do që i lutesh, i përmend emrat e Allahut xhalla xhelalu, i apohon emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Cilët janë pengesat që e pengojnë një dua mu pranua? E para është nderuar është haja haram. Me hongër dhe me pi haram. Yadhan billah. Çdo kafshat dhe çdo pije që e pijmë na, e cila është ndaluar dhe haram, qoftë fitimi i saj është nga harami apo qoftë vetë lloji i ushqimit të haram, do të thonë është ka e pengon duan mu pranun te Allah subhanahu wa taala. Pastaj e dyta është që ti lutmi Allahut azza wa jall duke thonë: o Zot, më fal mua nëse don ti. Si dosh falem, si mos dosh mos u fal. Kjo dyqysh është mos edukat me Allahun xhalla xhelalu, dhe kjo lloj duaje nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Po do të thonë: o Zot, falem ya Rabbel alamin, se jam i nevojshëm me fal, unë kam mëkate të mëdha. Nëse nuk më fal, jam i shkatruar. Qetra është ndëruar është el-ya'su au qillat al-yaqin. Me pas shpresë të humbur. Kur ta lutmi Allahun azza wa jall me pas një shpresë të humbur. Ose mos me pas bindje se Allah po më dëgjon. Kështu lutesh, ama diçish në vetvete thot, a di po e baj si adet ama ndokot to sen janë veç se di. S'kam diçka bindje të plot. Kjo të njëjtën kohë si të kesh dyshime në dua, duaja është e refuzuar. Ka thon pastaj mos me prezantu zemrën. Mos me prezentu zemrën në dua. Kurse na hedim se Allah azza xhel shikon në zemrat e tona. Kurse ikhlasi dhe niyeti i pastër dhe sinqeriteti, ato janë këtë në zemër. Nëse ti zemrën e ke lënë dikun tjetër, jashta vendit ku tu lut, tamam, ndërsa gjuha jote apo kupton, i shqipton fjalët e duas, apo kupton fjala, kjo është një nga shkaqet e cila nuk pranohet duaja. Istijal fi dua wa talab al-ijaba. Është mund ngutu, me nxitu në dua. O Zot, po du me njëherë tash se o të mvi që kjo punë. Me njëherë me kërku tash. Kjo është, me thotë të njëjtën kohë, është një nga shkaqet të cila nuk pranohet duaja. Dhe tjetra, me kon duaja me doni fjalë e cila përban në vetvetin e saj shirk. Ortak Allah subhanahu wa taala. Yadhan billah. Ose bidate të aqides, bidate të shkatruese çka janë. Për shembull, shkon te varri i filonit, edhe për shkak se e di se njeriu ka një pikë mirëve, sikur që e bojnë tarikatet e ndryshme sufije, edhe të më thonë ne, për shkak o Zot për hatër këtij shejkhut më fal mua. O Zot për hatër të halonit falë mua. E kështu me radhë, pra dua e cila përmban në vetvete yadhan billah fjalë të ndaluara dhe fjalë çka i atribojnë Allahut azza wa jall ortaklëk. Cilët janë kohënat më të mira për me bë dua? Kohënat më të mira për me bë dua të ndëruar është koha e sifirit. Ku na çohmë edhe me ngron sifir. Koha e sifirit. Për ata dhe Allah azza wa jall kur i përshkruan në rubrit e tij në Kur'anin e Kerim të mirë, thot kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata ishin çka shumë pak flenshin natën. Ndërsa në kohën e sifirit pra adhurojshin Allah subhanahu wa taala. Ndërsa në kohën e sifirit do t'i bëjnë istighfar Allah subhanahu wa taala. Edhe është sunnet interesant, është sunnet i Allahut në adhurime që pas çdo adhurimi me kërku istighfar Allahut xhalla xhelalu. Pse? Në mënyrë që çdo mangësi që ke pas atë adhurim Allahu ta fal. Çdo mangësi. Nga mangësit si adhurim për berën e saj ose nga prezenca jote, dhe me thonë si sinceritet të plot ndaj Allah subhanahu wa taala. Të këshire ku thot, ka në adhuru Allah në tanë natën, në kone sifirit, në vena ku do në fjala me pushu, ka thonë në kone sifirit kanë bëj istighfar, zot falem tash. Sikur që po do me thonë që edhe robi kur ti lutet Allah për magfiret, nuk ti paraprim një vej për të mirë fillimisht. Me një sadaka, me një direqat, me një bamirësi,
me një khajr dhe pastaj e kupton me këtë niyet të lut Allahut që Allah ta ban magfiret dhe ta falet. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe kjo koha çka pranot duaja. E dyta koha e dytë është عند الإفطار الصائم kohën e iftarit. Në kohën e iftarit pranohet duaja. Vetëm se ka khilaf me dietarëve, a para momentet para iftarit, çeljes iftarit apo mas iftarit. Pse Sheikh Udhaymini rahimullah ka thonë kohën para momentet para iftarit është kjo dua, kjo kohë që ka pranohet duaja. Pse? Se është njeriu bash në momentin e kupton fjala çka është më i koncentruar, më afër Allahut xhalla xhelalu. Ma i nevojshëm për Allah subhanahu wa taala, ma i unt. Tamam? Edhe kjo e ban që ai të jetë ma i sinqert në dua ndaj Allah subhanahu wa taala. Se sa domethën pas ngrohnjës. Normal domethën natyra njerëzore është kur ta mush barkun dhe kur të jetë i ngjit dhe kur të jetë mirëqenie apo ton është çka harron dhe nuk është fort serioz në adhurim. Koha e tretë ndëruar është mes ezanit dhe ikametit. Mes ezanit dhe ikametit. Për ata më kujton çdo besimtar në të ruan këto kohëna e sidomos 5 kohë namazit. Një subhanallahu na kemi nevojë për çdo send. Dhe ankohemi për çdo send. Dhe ja tregojmë thujse hallat edhe dertet subhanallahu çdo kujna. Ndërsa Allah azza jalla ka lënë raste dhe momente të volitshme për t'ju drejtuar Allah subhanahu wa taala. Dhe duhet të eduku se kjo gjë kërkon edukim. Puna me ju lut Allahut për çdo sen, me mësu vetveten për çdo sen, kjo është edukim në vetë. Kjo nuk është se po du me bëu në një herë sot. Jo, kjo do të trajtim, një herë, dy herë, 3 herë, 1 vjet, 2 vjet, derisa të mësohesh dhe të adaptosh vetveten me ju lut Allahut xhalla xhelali për çdo sen. Me ju lut Allah subhanahu wa taala për çdo sen. Pastaj عند جلسة الخطيب بين الخطبتين. Është kohat një të kohë kur imami apo khatibi është në hutbe dhe kur ulet mes dy hutbeve. Edhe ai moment është ka pranuar duaja. Edhe atë është mirë me shfrytëzue, besimtari me bën të një dua çka don. Ende nuzulul ghaith, në kohën kur të rashi. Edhe në këtë kohë është momenti dhe koha kur pranohet duaja. Ende iltiqa al-jaysh fi sabilillah. Momentin kur takohen dy ushtrie kuton që luftojnë në rrugën e Allahut azza wa jall. Ushia muslimanëve mushrinë e armikut, edhe në këtë moment pra ata cilët lutën i kërkojnë pra Allah zgjidhë për çdo lutje. Dhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në luftën e Bedrit, a kupton kur afruan dy ushtrit për të luftuar, pejgamberi Allahut vazhdimisht në tentin e tij bante dua derisa i ra dhe xhibja e tij nga shpatullat e tij. Edhe në kohën e tretë të natës. Në kohën e tretë të natës. Pastaj në sejdë. Pra ta thoi pensam, robi mas afërt Allahut azza wa jalla është atëherë kur në sejdë. Kur është në sejdë, i lutesh Allah subhanahu wa taala. Pra ta sejdë është vendi i duave dhe i lutjeve, dhe jo rukuja. Në ruku nuk lejohet me bën dua. Në ruku nuk lejohet me bën, në ruku lejohet me adhuru Allahun me lartësu subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subuhun quddus, rabbul malaikati war ruh. Me adhuru me lartësu Allah subhanahu wa taala. Përsa në sejdë i lutesh Allahu Jelle fi ula. Pasi që lartëson e madhëron, subhana rabbil ala, pra edhe i lutesh Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë pastaj pas farzeve, pas namazeve fars. Që ka shumica buton, mundohen mas farzit, dhe me thonë më uqu edhe me hes, apo me janis me njëherë më marrë me telefon, apo nashka me fol me jeni qetri. Është kohë shumë e mirë dhe volishme për të pranun doaja kohën mas farzi me njëherë. Allah selam po mundohu me bë dhikrin dhe me bë dua pas farzit, apo kupton ndonjë dua çka don ti, mirë po pas farzit nuk preferohet që të ngritën duart. Se për shkak se nuk ka ardhur asnjë hadith ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por nëse do me bë dua tash për me ngritjen e durve, pasi që ta falsh sunnetin e atij namazi, atij farzi, pastaj bën dua me ngritjen e durve, edhe pse nuk ka ndalesë. Po thojmë na sa i përket sunnetit pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam fi salati umun. Edhe në namaz, në përgjithësinë e namazeve pranohet duaja. Në kohën kur je mas ngushti, momente të vështira, momente kritike. A kupton? Është koha kur Allah zgjidhë pranon duat. Ki do një moment të rëndësishëm, ki një moment të ngushtë, subhanallah. Për ata dhe Allah zgjidhë momente të vështira edhe mushrikëve ka thonë ja ka pranon duat. Allah zgjidhë kur i përshkruan në Kur'anin e Kerim çfarë thotë?
ata thot kur lëndrojshin thot me anijtë e tyre në për detra, derisa u ngriqin thot valët e detit dhe ato ishim një rrezik të vërtet. Tamam, dhe ju luçin Allahut dhe thoshin o Zot na shpëto. O Zot, pra kudo që jeti. Pra ajo natyra njerëzore, ai thelbi i brenda çdo krijesë e njeh son Allahun dhe e njeh. Subhanallahu kupton. Thot o Zot i vërtet na shpëto. Edhe Allah azza xhel edhe do të madhrojmë thot ti. Allah xhel xhelal pastaj thot kur i shpëtojmë thot na dhe dalim bregdet, ato apet vazhdojnë dhe i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala. A ke pa na dim edhe koshitet tonë çka i kemi, shkijet. Pra edhe këto apo kupton, ke pa në momentet e vështira që thonë e lut Zotin e vërtet. Unë kam dëgjuar nga pleqt. E lut atë Zotin e vërtet, o kudo që je. Pra nuk ka bindje në Zotin e vet, apo kupton, në momentet e vështira. Po apet kthehet, la është dikon për një Zoti i vërtet. Edhe vetëm me shpëtuar. Yadhun billah. Kur ta shpëton Allah xhalla xhelalu, pastaj nuk i intereson që ta gjojë për besimin e vërtet. Do t'i përkushtohet. Ka thonë në kohën fis safar. Në kohën e udhëtimit. Edhe udhëtimi është një nga shkaqet e pranimit të duas. Kur bësh një udhëtim, për ata kupton selefët pra e urdhnojshin apo e këshillojshin apo i kërkojshin njëri tjetrit kur ishin në një udhëtim për me bë dua për ta. Edhe kur është muslimani i smut. Do të kohës kur je i smut, njëjtën kohë është ka pranu duaja. Për ata është ndoshta nga shkaqet për me vizitu të smurin, ndoshta mundesh me përfitua kupton një dua nga i smuri, ku shkosh dhe të bësh dua për ta ti, dhe të njëjtën kohë edhe ai ban dua për tyje dhe shpresohet që të pranu duaja. Ndëruar, këto janë inshallah rreth duas për sot inshallah shkurtimisht për shkaqe të ndryshme, dashur sot me lënë ligjërat më shkurt. Kështu që inshallah taala lutim Allahun xhella xhelalu që të na mëson që ta lutemi atë natë edhe ditë. Lutim Allahun xhella xhelaluhu që Allah azza wa jall të pranon duat çka i bojmë natë edhe ditë. Lutim Allah subhanahu wa taala që të na udhëzon zemrat tona në din. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.